Do të flasim për arsimin, do të ndalojmë tek shkolla e drejtorëve. E kemi thënë që të gjithë ata që aspirojnë të jenë drejtues të shkollave në vendin tonë, duhet të kenë patjetër licencën nga shkolla e drejtorëve. Por nuk kemi folur për mënyrën dhe kushtet që duhet të plotësojë secili kandidat për të bërë pjesë e shkollës së drejtorëve. Dhe këto na i thot vetë njëra prej konkurrentëve. Pasi u hap thirrja e shkollës së drejtorëve, çdo kush që ka kaluar një periudhë pasi ka marrë kualifikimin e parë 5 vjeçar, ka të drejtën për të futur për të vazhduar këtë shkollë. Pas përgatitjes së një projekti u rezultova fituese dhe u regjistrova në këtë shkollë, e cila vazhdoi prej gati 9 muajsh si një vit akademik, gjatë së cilës ne jemi nënshtruar shumë testeve të shumë moduleve, në të cilat kemi rezultuar në të gjitha modulet me afërsisht me notën 10, mbi 90%. Pasi bëm këto modulet, ju nështruam edhe një projekti të madh, të cilën edhe në këtë e kaluam me shumë sukses, dhe më pas na lindi e drejta për të futur në testin përfundimtar. Ajo që kam bërë përshtypje në këtë shkollë në drejtorëve për sa i përket fituesve, është sepse në emailët informuese që na japin pasi bëjmë provimin, fituesit nuk thjesht e marrin. Me se si është rezultati, se sa është rezultati, vetëm në Shqipëri ndodh kjo që një fitues, ne jemi mësuese për 20 vjetësh, në çdo test që kemi bërë, fitoi një nxënës, mori këtë notë 10, 4. Nuk ka transparencë. Nuk kështu e mendoj, sepse nuk është alogjike që të marri fituesi thjesht e ka marrë. Dhe shkojmë tek arsyeja e vërtet përse këto dy kandidatë janë drejtuar në misionin Stop. Është pikërisht mungesa e transparencës e këtij institucioni. Në procesin e ankimimit që ka zgjatur vetëm 10 minuta, janë lënë shumë pikë pyetje pa përgjigje. Jam drejtuar shkollës së drejtorëve me një email për ankimim të testit. Kemi shkuar në ankimim, për 10 minuta na është dhënë testi. Një ndër pyetjet e para në test ishte ç'është e dhëna. Nga ana ime është informacion, në gjithë literaturën e dhëna vjen nga termi data, nga anglishtja dhe do të thotë fjalë për fjalë informacion, që analizon fakte, statistika e të tjera më radhë, ndërkohë që përgjigjja e saktë nga ekipi i cili kisha përballë në ankimim, më thuhet tabelë numerike. Replikojmë dhe i them ju jeni hartuesit e testit, më thonë jo. Kështu na ka ardhur nga hartuesit e testit. I thash atëherë pse nuk kam përballë hartuesin e testit, po ju kam ju. Ndërkohë më thonë që ne këtë procedurë ndjekim sepse është kosto për ne, kemi këtu përballë ata që kanë hartuar testin. Në qoftë se një kandidat do të kishte ose do të ishte në kufijt e pikëve për të fituar apo për të mos fituar licencën, kjo pyetje do bënte diferencën. Po, kjo pyetje bën diferencën. Dhe ju na thoni që në literaturë, pra në leksione, seminare, juve ju është dhënë përgjigje tjetër, ndërkohë përgjigjja saktë në test ishte tjetër për tjetër. Po. Kam kërkuar pas kësaj testin për rishqyrtim, një kopje, dakord, nuk e kam marrë provimin, në rregull. Më duhet një kopje testit me përgjigjet e mia dhe me përgjigjet e sakta. Kjo nuk më jepet sepse më thotë që e ka rregullore shkolla e drejtorëve, ndërkohë që kjo rregullore nuk është e cituar as në kontratë, as e cituar nga askush, domethënë kjo rregullore përpara se unë ta nisja këtë shkollë që s'më jepet testi. Nëpërmjet kamerës së fshet, 2 mësueset e drejtuar në misionin Stop kërkojnë disa shpjegime nga shkolla e drejtorëve. Ne nuk e nxjerrim jashtë institucionit dhe ne kemi politikë dhe jo vetëm me ju. Çfarë është e dhëna? Nga ana juaj më është thënë që është tabelë numerike, ndërkohë që nuk është tabelë numerike. Të lutem, ka qenë e rrethuar. Eurona bashkë kemi replikuar, edhe ju edhe komisioni, kemi replikuar dhe për 10 minuta më ke thënë koha juaj mbaron. Jo, mirë, nisem. Atëherë që të mos humbim kohë, unë ju prita pa lënë takim, thënë më dera ishte e hapur, ju hyt edhe ju kritët. Tani që ti bjem shkurt, në momentin që pedagogët do japin disponibilitetin për t'ju takuar, juve do t'ju kthejnë një përgjigje zyrtare me email nga CSL-ja për ditën dhe orën kur të vini në CSL. Teza nuk del nga CSL-ja. Pse? Kaç pra e thash, teza nuk del sepse është procedurë e institucionit. Në cilën e rregulloren? Në rregulloren tonë të brendshme. Të cilën nuk e di. Testi juaj ka pyetje të gabuara. Nuk ka. Ka shans. Ajo pyetje është e gabuar se s'ka se si të jetë një pyetje me 3 alternativa të sakta. Komisioni profesorëve që kanë hartuar dhe validuar pyetjet. Këtu kemi vërtetuar, kam dhënë në leksionin e kohortës së 6 me profesorin. Po pra do profesori kishte dhënë. Do ta diskutojmë. Do ulemi do ta diskutojmë atë. Po kjo pyetje është e gabuar. Po me një pyetje që s'ka ngel për 2 pikë.
Nuk e vjen për 2 pikë. Se ju e merrni të mirë qenë që mund të jetë kjo e gabuar dhe heqim këtë Po pyetje. nuk e vjen për 2 pikë. Po 2 drejtues nga Tirana ngelën për këtë pyetje. Po ç'po kemi të tjerë Po çfarë si në rastin tonë? 500.000 lekë të vjetra është tarifa regjistrimit në shkollën e drejtorëve, për ta ndjekur atë nga shtatori deri në qershor. Në rast se një kandidat humbet 2 herë radhazi, atëherë në provimin e tretë është detyruar që të bëjë një shtesë për 100.000 lekë të vjetra në mënyrë që të marrë pjesë në provim. Në një kohë kur mungon transparenca nga shkolla e drejtorëve, na lindet drejta të mendojmë që në fakt listat apo fituesit apo licencat e shpërndara janë të paramenduara. Në pikpamje të studimeve universitare, me krijimin e shkollës së drejtorëve, i është hequr viza, i është hequr kryqi programeve të studimit të universitare që ofronin menaxhues dhe drejtues të arsimit parauniversitar. Dhe tashmë kjo shkollë drejtorësh prodhohet nga një institucion bashkëthemelues së cilës është Ministria e Arsimit. Ky institucion është ngritur me fondet shqiptare të zhvillimit, por janë fondet të pa auditueshme, që do të thotë këto tarifat e larta që paguajnë mësuesit për të ndjekur shkollën e drejtorëve janë të pauditueshme dhe nuk dihet se si lëvrohen dhe ku shkojnë. Shkolla e drejtorëve është një institucion për të centralizuar dhe kontrolluar drejtimin e arsimit. Në shkollën e drejtorëve bëhen drejtor që i menaxhon partia. Them me bindje të plotë që një model të tillë shkollësh drejtorësh nuk ka në vendet europiane. Kjo shkollë drejtorësh është vetëm për të nxjerrë dhe për të diplomuar përmes programeve studimore qokatare drejtuesit e partisë. Çdo institucion e ka për detyrë që të bëjë transparencë në lidhje me testin, të japi testin, ta publikojë ato në faqen zyrtare, por të publikojë çelësin ose përgjigjet e sakta që priten nga ky test.